një planet, jo një sekund, po i gjysë sekundi thot shkatërrohet bota. Pra kemi të bëjmë me lëvizje inxhinerike të lartë, montim i jashtëzakonshëm, jo me mendje robësh. Pra mendja e robit hala nuk mund të arrijë vetëm aq sa i ka dhënë leje Zoti xhelel xhelaluhu. Mandej thot Zoti, pra unë ju bëj që të vdisni. Edhe kur jemi këtu para se të vdesim, pra indirekt i madhe Zot xhelel xhelaluhu thot kujdes, njihni Zotin, edhe kullotni, merrni prej dinjos. Merrni sa të mundni, sepse do na duhet për fazën tjetër, që është faza e vdekjes. Faza e vdekjes më nuk ka punë. Por ama ky i pushtetshëm ju thot se të gjithë shkencëtarëve të botës, krejt atyre që kanë shkencat që kanë studiu aq sa i ka dhënë Zoti, po këto i thonë shkencëtar për të u larguar nga Allahu xhelel xhelaluhu, për ta mohuar Zotin xhelel xhelaluhu, sepse edhe shkencëtari nuk e ka bën veten e vet. Pyet një shkencëtar nëse ka montuar melçinë e vet. Pyet një shkencëtar nëse ka krijuar dhamin e vet. I dham, gjuhën, syt. Edhe ati ngelin syt. Po ti ai Zoti, ti arritet deri atje sa ta mohosh Zotin xhelel xhelaluhu. Po shif se ke problemet më doja. Pra një zemër s'ke mujt me kriju këtë trupi jot. Kush ta ka vendosur atë? A se bën herë këtë llogari? Me qenë se shkova kaq larg? Jo bëj që të vdisni. Dhe prapë thot do t'ju ringjall dhe tek unë do të ktheheni, thot Allahu xhelel xhelaluhu. Këtu ke faza e tretë, çalojnë të filozofë të mëdhej. Se nuk e besojnë këtë fazë. Këta besojnë, nuk e besojnë domethënë as fazën e parë që kemi ardhur nga Allahu, po besojnë fazën e dytë që për të vdekse po e shohin. Se i ka vdek shoku vet, ka hyrë në varr. Po këtu thot myllet. Ke varri, s'ka gjë më. Mbyllet gjithçka. Kështu thonë dhe kështu mendojnë. Kjo është gabimi më i madh që bëjnë. Sepse nga që u pëlqeu dinjoja, edhe hiken si mosbesimtar, edhe thonë nëse është kjo që thot Allahu xhelel xhelaluhu, që thot libri i Zotit Kur'ani që do jepet llogari, marr mirë mos të jetë thot. Edhe thot Allahu xhelel xhelaluhu që do vijë moment kur të jenë para Zotit, do i hanë dorë. Kështu, do çirren, pse nuk besojmë? Pse e mohojmë? Mirë po është vonë. Bile vonë jo përpara Allahut, po vonë është deri në banesë varrit. Bile vonë është edhe kur të ka shpirtin fyt. Se shpirti ka i fazë që ka disa orë që ti halaje në dynjë edhe ke men. Kjo është fazë që Allahu ta jep rastin me u korrigju. Me thonë o Zot më fal, se unë pas kam qenë shumë gabim. E ka i fazë. Të që se sa shko kjo fazë, unë se kam provu. Por flasim atë që flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe njeriu ka hala një kohë për të penduar. Shumë e shkurtër është. Por që mos vdesi pa la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Edhe mas saj faze vjen një fazë tjetër që kupton po s'ka dobim. Po hala në dynjë është. Hala i gjallë është. E kupton po s'ka fuqi më. Kjo faza më e rrezikshme. Edhe me këtë fazë ai vdes. Me këtë fazë kalon banesë varrit, edhe në mënyrë absolute nuk ka asnjë mënyrë për ta rregulluar më. Pra tek unë thot Allahu xhelel xhelaluhu do të ktheheni. Këtë fazë ta e kanë problemin më të madh mosbesimtarët. Se po futa ti thot nuk ka më. Por këta e kanë edhe prizon tjetër. Më mirë thot nuk po e besojnë. Edhe sa të mundni me bërë shumë njerëz që të mos e besojnë këtë fazë, i fosin i dra kështu, edhe shpëtojmë atje. Nuk ka llogari. Tunë t'i shpëtojnë, sepse po tjetë thot ashtu si shtonë ata, ne u përvlumë. Por normalisht, është ashtu si shtonë Zotit xhelel xhelaluhu, që ne thot ju gjallëm, ju sollëm këtu, ju mbajtëm në dynjë, ju aprom librin, ju aprom argumentet, edhe
Pastaj thot ju bëjmë që të vdisni. Pastaj thot prap do t'ju ringjallim që të dilni përpara madhërisë time për të dhënë llogari. Kjo është faza e fundit. Zoti na lehtësoft gjithë inshallah. Na falë, na mëshiroft. Na e forcoft imanin. Na majt me iman inshallah gjithë. Mos ju ndani librit të Zotit që të mos lëkundet imani, besimi, pse edhe shumë njerëz se e kanë ditë shumë këtë librin e Zotit, por mas i kohët caktuar shejtani ka mrejë që t'i poshtroj. Njëri i ka thonë, nga që ishte shumë i ditur, ti di më shumë se sa Zoti. Edhe ai u rrej. Po kjo ishte hile e shejtanit mallkuar. Ti di më shumë se sa Zoti. Allahu na ruaj. Pse Allahu t'jep diturit, t'jep gjitha mirësit, begatit, deri në shkallë, sa që mund të rrethtosh vetën. Ata e kemë prit. Shejtanin e mallkuar e kemë prit. Ti thot di më shumë se sa Zoti. Edhe shkoj atje, sa që shkojnë litar. E varja i mbreti, për këtë fjalë, po para se me e varë, shejtani i mallkuar ju paraqit atë përpara. Edhe ky i tha, morem qafi, tha. I tha, a do më shpëtoj, tha, prej atë? Po, i tha, më bëjnë i sejdë, tha. I bëni dhe i sejdë shejtanit mallkuar, atëherë tërhoqi atë shkomin, edhe falimendoi. Zotin e rujt, atë besimin e pastër deri minutat fundit inshallah. Allahu na mëshiroft gjithë.